Në Bashkinë Tepelen është gjeneruar ekstrakti i dytë i listave të zgjedhësve për zgjedhjet parlamentare të 11 majit në krahasim me ekstraktin e parë. Është ulur numri votuesve në lista për shkak të regjistrimit të emigrantëve në platformën PER. Kjo bashki aktualisht numëron 12.672 zgjedhës dhe 21 qendra votimi. Procesi për zgjedhjet parlamentare 2025 ka nisur shumë herët me komunikimet që ne kemi me Komisionin Qendror të zgjedhjeve. Sipas përcaktimeve që ka kodi zgjedhor, listat e zgjedhësve janë afishuar pranë zyrave të njësive administrative të Bashkisë Tepelen, pra të 4 njësive administrative në qytet, qendër, Kurvelesh dhe Lops. Janë afishuar listat në datën 4 janar, janë afishuar listat përsëri, parapraket flasim në datën 4 shkurt. Nënpunësit e gjendjes civile janë duke përgatitur afishimet e listave të reja me ndryshimet përkatëse pas regjistrimit në platformën PER. Në këtë kohë jemi duke u përgatitur për t'u afishuar listat paraprake të zgjedhësve të dala nga zyra e gjendjeve civile. Afishimi i listave është bërë në të 4 njësitë administrative, edhe në njësinë administrative qytet, edhe njësinë administrative qendër, edhe njësinë administrative Kurvelesh Lops. Pra, të gjithë zgjedhësit e Bashkisë Tepelen mund t'i konsultojnë emrat e tyre pranë afishimit që është bërë në njësitë administrative. Të gjithë qytetarët që kanë të drejtë vote mund të verifikojnë emrin e tyre në listat zgjedhore të afishuara pranë bashkive apo njësive administrative, por edhe në portalin e-Albania, në faqen e KQZ-s, si dhe në faqen zyrtare të Ministrisë së Brendshme.